E mora bardh mara që son një më. Me mati. Unë pritoj që shtë mi mra ma mirë se vene, po nuk kom qare pa janis emisionit, pa t'i jep do loftë, da, si shpesheni me neve është YTG, a.k.a. Tom Libord, a.k.a. Bordhi, ish antari Dallik, thav një njeri që kalon vull në hip-hopin shqiptar, ndash si reper, ndash si producent, ndash me stilin që e ka bo, se shpesheni halo e ko qatë stilin në njejt, bardh falenderit që i rdhe. Falenderit i bite që më kja thirë, edhe falenderit që s'për në harani. Kështë të tëra, pa lidhe. Po, një pak si mbjo shkurt që mos me zgjanu shumë ashtu fjallime. A din gjapo më belqen që nuk e ke ndru stilin, edhe je halo, do me thonë qaj old schooleri që je konë ma heret. E të regëm, a gjykohesh për qëtonë për rrugë, atë njoj njerëzit halo, bro, kështu të Po ka që adin unë e habit në, me njerëz do me thonë që më njojnë halo, po ka njerëz që më njojnë halo, respekt për ata, po ka që edhe që së më njojnë, nuk e kom problem. Po, probleme kom me ndru stilin, po, sinqerisht, këpëtën, unë jëm, do me thonë, qysh, pej në dhejta, ose, kur ja kina nisë, veç me repovat, do më pi 96, 97, kështu diçka me marrë vetën, gjithmonë e maj vetën me gjanë, po. A është e vërtet që edhe kër e hi dhondër me kapoj që leje kon? Jo. Isha të e komega. Jo, aty ju dufte tjera se aty ju dufte një veshë pak ma ndryshë. Pak ma elegante. Po, shumë ma elegante. Pasha qatë notë. Qa me bo. A ke kop në dorëzën, a ke bo dorëzën me me njeri? Po, kom bo. A ke kop mikrofonin me repovat, pa? Ja, kum aty... To ta bu me stegruz ku kështë me kënë kë ka marrë tushi. Ja, me kanë ditë dhe. Shqyqër që këta të shqipnit nuk pëthojnë më repera, repista, se shumë lafë pa lidhje. Po, shumë. Repista. Edhe unë fillim kur për të shku Shqipni me kënu në okon, kur e patën pas kastofon jam, 2003-2004, që ashtu diçka, edhe i nisha që ashtu, repistat, grupi i repistav, Shqa repista, për djallë për rampista, s'po e jesë në repista, ata repista. Po këshu ne i themi, i ke parasysh. Në pista aeroplanit. Po dhe që, dhe për du me thonë, nuk më ka pëlqy as pak si term, po, tash që me bo, ata e ka si. Janë update i ratë, nuk pëthojnë. Po, mirë që janë update i ratë. Mirë që update. Për ndryshe, duksin me bicikl, Bordhi, për ju që se njëni, është një fancy madhë. Sa orë ta kanë vjetë biciklën dhe ishtar? Ata kanë vjetë nërë biciklën? Po, një 2 biciklën. Po, se i kum pas vëlla për qefi, për këto edhe bashkë, kisha posë me përshëndet, Real Dede në gjatë morinën, sa ajo konë një gjatë, që me thonë, qaj është që mi ka pru, dhe me thonë, a pizvizrës dhe bega? Po, pizvizrës, ajo konë, abdenu konë shumë. Për ndryshë për këtë ata që se njojnë në gjotin është njeri që një këtë reperat e këtë botës. Krejt, është plugu jonë. Po, bashkë plugu jonë. Se që sharautu në gjotin. Po, big up. Edhe kom folë me to edhe, po shpresoj që shumë shpejt kom e marrë në podcast, edhe me folë pak për qëto për eksperiencën e ti me artista, po që apo du me dollë të ti. Kura i raport që e ke kop mikrofonin njeri? A, mon, man? Po. 98-ën, kështu po më rënë në publik? Po me ne kështu vetë, po. Unë në mahallë kom pas Getin, Gero Gjizin, Gero Gjizi edhe me ato e patëm nisë, dhe më thonë, në fillim. Në Ulpioni e kom bro, a? Jo, Geti u konë këtu për balë Santes ka panu në fillim, Ulpion ka dollë, tek vonë, tek vonë, në fillim, dhe më thonë që aty në 94, 95 në patarët Geti aty Edite Santeja, që aty edhe mas në e patëm nisë më shoshnu, qanë kënë se ajo o konë shumë fore, dhe më thonë, kënë kështu me ditë, qka po në kënë ti, qëfar muzike, qa preferon. Dhe kër e kena po që dytë, jena të ngu rap, jena të ngu hip-hop. Dytë thatë Adelina Ismailin. Po. Edhe që Adelina la, shout out bro. Edhe, jo, sincerisht unë muzikë shqipe shumë pak unë ngua, po këpëtën qysh, jo pëse s'kum doshtë, edhe nejse, po mrej në të kohën, adin, sinqerisht në ngu Ilir Shaqiri. Shaqiri është, adin, qa dush, më da që ngoj, po më da Ilir Shaqirin kime ngu, këtën që është një farë mirë, se ka tekste që është, adin, ka një farë tekste. Qajo frymë, o konë. O konë qajo frymë. Ko lufte, sene. Po, sakt, që është. Dhe ma shënej, e me Getin patëm njës të naj, mi shkryjt dë tekste kështu vetë munua, dhe se dishysh, ngoj shumë, blejsha kaseta, non-stop emisionet, dhe më thonë nuk ka pas hip-hop emision që më ka ikë. E kom fjallin, dhe më thonë, të Amerikës dhe Gjermanisë. Dhe më Amerika ka pas, jo, MTV Raps,
Gjermania I ka pas 2 kanale të muzikore, Viva 1 zu 4 dhe Viva 2. Viva 1 099 78. Ja. Ajo kon nod, ma Sa të kenajt ma shumë të më mduke. Edhe mas nej, domethënë që ato u kon aty emisioni World Cup. Tyrone u kon njëri që ka hesh, po ai I pat domethënë I pat marrë intervistë plot për amerikanëve, Merkel dhe gjermanëve vesh. Atëherë çto emisioni u kon top notch. Domethënë u kon një fark natë. Sa ajo ka dhënë inspirimet për me Po jo, të më thonë, na veç bleshëm kaseta më ledhë shumë material, po të masne në këtë anën tjetër të ngu MC Bacon, të ngu Gangs in the Hood, të ngu ritmin e rrugës, I a jetës, e masne, bojmë edhe na diçka, pëtë se qyre këta, diçka po bojnë, apëtim, edhe pse s'pe morëm edhe na, ti morën edhe na me bo diçka. Masne I qashtuja pa të mnis, me bo apëtim, dhe unë pi kasete me nëzirë një instrumental ashtu gatë, ato eksperimente e ke gjete. Nuk e din këta rinia sa zërë e kene posja. Do me thonë tash u dal AI, tash nuk po ka nevoj as videoklipe me bu. Për ndryshe, MTV-a para do jave niva që e kishë mshel, do me thonë. Po, e kam shel, po. Edhe, a menën që kjo AI një farë mënyrë është të e dëmtu kreativitetin, se njerëzit më nuk po lodhen, a e ka dhe anën negative përveç anës pozitive? Po të është, që me thonën, njerës po, I bon pak në një farë mënyrë ma pasiv. Edhe në anën tjetër e kanë si një asistent. Po, personal. Po, e kanë një si asistent e personal. Pse po thonë këto? Se për shembull qyre, tash në kohën tem, kur ki dash me bo një album, po foli veç për ka ona fotografive, coverave të albumi, apo dhe s'po foli më të për muzika, po, je duft, me spjegu atis cak, qysh e tek, qka e ka dënë. Sikur edhe në muzikë që ashtu. Adi në atë kohë, dhe më thonë, kina pas shumë producenta. Në kush u kon për producenta që kanë bo hip-hop edhe kanë fillit hip-hopin, u kon Ilir Bajri, Florent Boshnjaku, Antina Dobrova, edhe ka aty në një që I kërkoj falin nëse se kun përmen. Amo dhe këta nuk jënë konë specializuar për hip-hop, ta konë in general. Po, jënë konë general, po ama e kanë dita. Ta kanë bo YTG, hajde mas një orë se e kam shkur të fejtën. Po, ama a di që u kon problemi. Neve në ka vyt një njeri që den me fillit, që ka përdojnë mi kalzu. Se ka postë plot producenta tjera, po kupton? Po kur I ke kallzu çapo dën ti, aja ka nis ta ka rrosë ashtu, po kupton Tallavaski ose shqiptarski, edhe nuk u kon çaj thelb, po kupton? Unë më mend njën për producent, s'po du dash me përmend veç se ku përmend edhe intervistat e kalume, edhe pse motis që më dal në televizion, ose kështu në për podcast, ky podcast po kupton shumë ka pëlqyer edhe kohë të gjithkohë në për botë, jo vetëm këtu. Faleminderit. Edhe domethënë ja qëshe, edhe unë e moj men, kum pas albumin e Spice One-it. Edhe ja kum pas shu njërit, u konë një farë kongi Give the G a Get, një kongi e Spice One në album, edhe ja pa ta shu ati producent, qëre, që shtone po du me mëson, ditë se në jam. E vaj, kër e ka njës, hajde, ritmin e ka bo, këpëtën, po instrumente tjera. Sound quality. Kej tjetër ka, këpëtën. Po du me thonë, e kurse qush I përmen në qëta, du me thonë, Ilir Bajri, Florent Boshnjaku, Andini, këta kur ja ke qu që ashtu, këta kënë disha po dënë. Dhe ceta dhe I kanë kërë punës. Ata vesh konë, a o që ke që? Edhe te I e fascionu, wow, këpëtën. Unë e moj men, e patë një qëzu një kongë, e të nëvejnë gjujtë, du me thonë, 96, 97, 98, e di, patë në orë të unë me najtë, Gjenzi me milot, dhe qëre I kena në qëzu që të sen të Florent Boshnjaku. O, shfar sen I mirë gjifon kukonaj, pa! Po të me thonë, na kena pas vetëm pak, po kuptojnë kështu qysh që me na kuptu. E kurse sot e ki aj, qysh dush, me terca, me sene, po fol edhe sidomos për këto coverat e albumit. Me në herbe të veç I alyp, tak, ishun që ka për dënë edhe. Edhe zonin të që ka njësë me bo AI, edhe zonin për po, edhe zonin, e pëtën të bën një hokë një sene, po kuptojnë qysh. A më shumë interesant, se për shumë, bashkë po du pak me mështi në prapa skenat e kongës Kastofuni jam, a di qa interesant njeri, qaj klip u bu në Jeff the Dod. Po, që nuk ekziston, mo që aty u konë një fushë basketit, po, që ketë kena lujt, unë nuk konë pak më e se jo. Po, qashtë. Amo, për shamull, Ledri, u konë në klip, u konë Skive, po Skive u konë me flok afro, u konë Lumi B, Lumi B a I hollë, po, u konë MC Kresha qel, po, edhe jënë konë plot dë shok në Mitrovicës, MC Kresha I ka pas pru. Kush u konë tjetër që aty ti përmenëm këtë në kongën Kastofoni jam?
Koni farë meriton Qyqalla, a I banon që shtu në pion. Kë aktori ka lyt rolin... Albani, që ja ka lon Alban Shlunga. Po, Albani, jo konë të më thonë... A I ka met Shlunga misoj? Jo, nuk e di. Nështë për shkak se afro që I ka mojt frizurën mas kastofonit. Vik Papa Sukon. Jo, Vik Papa Sukon. Ja, Sukon, Vik Papa Sukon. Jo, Vik Papa Sukon. A mo për shembull Ergeni u kon. Ergeni, Bimi se ka kënu. Bimi Sukon. Bimi s'pat mërimi kon. Po Bimi, po mënej, nëse e kemi fjallën, nëse po volim për klip, po për qatë skenën te Gjevdi Doda, më në bishë më t'i kalloj po. Njerës që jënë kon atë, kupton. Është konge pa vdekshme, a mo një ndër tekstet që atë në qatë kongë është Kastofonia, muzikën komercial se pranën. Po. Fast forward në vitin 2026. Po. Kur e shesh I krejt ata që janë kon videoklip, që aty janë në muzikë komercial, çfarë mendimi ke? Se di ta shoku këdom qysh. Unë e di që ata tjetër punë s'kan edhe e bojnë që ato për lek. Okej. A kupton qysh. Edhe tash e bojnë për komercial nëse. Po foli për tjerë se bimbimin e ki underground. Halo, është bimbimi e mon hip-hopin, kështu, abdim, big up të bimbima, abdim, ajo është top notch. Edhe tjerë që abdim, po e kanë gjetë në një farë mënyre që ato si, që më thonë, që ju bjem financa. Në një farë burimi, një farë rrugë që ju bjem financa, qaja. Edhe pse mu së më pëlqen as pak, apo kupton qysh, që ajo nuk është ajo shia jam, apo kupton. Shito mas me lekove të fundi, kongë të pëdi që I bon, qito vitet e fundi që jënë bo, adin as pak, apo kupton qysh. A je YTG, halon rrjedha I ngon muzikë të shtë? Po, I përcjeli. Okay. I përcjeli. Abdin, kom që, abdin në më intereso, po, sincerisht nuk ka kur gjë që, abdin, kështu, s'pedi, një kongë, dy, apo kupton që më tërhekin, me thonë, wow, bravo, nice, që kjo bjavli ka mengu, abdin, nuk ka, këpëta qysh. YTG, a ke pas muzikën gjithmonë pasjen, nuk e ke pas burim të financave në familja, o do është gjithë me punu një punë të dytë, se e dina që edhe njeri familjare, njeri... Po, në fillim, dëmëdhon deri sos, dëmëdhon nuk e kum pas dëmëdhon nuk e kum ndërprej kështu me dali për koncert, me përbate me bo muzikë. Po, kum pas që ato, dëmëdhon, dhe të me burim, po, unë e kum pas burim kështu që kum bo beats. Po, kena me full edhe për bit, apo si reper, a ke pas të ordera? Jo, në atë kohë, po, abdeni, kum pas që ato vetë me punë, abdeni që, dhe më thonë, më basë që asaj duhet, vetë me mburim, dhe më në financave që ato, kum pas muzikën, me bo beats edhe me repavat, me shkune për koncerte, me bo kong, jo këto, jo ato, në qka lyp për I... Mire për mene, se do është që aty me dollë, YTG-a, muj me thonë që unë njoft edhe për si beatmaker, unë njoft ka gja shumë. Po. Përveç pjesës si reper. Po. Ke bo bita shumë halo që janë të pavdek, shumë për shumë kongën e Getit, maj madhin ven. Po, I pavdek. Skills avja u ke bo këto VIP. Klubin, Dok Namir, klubin këta imrap. Festimet ja ke bo tabula rase, edhe një 2-3 tjera, bile bërshë I kom shkru, që se theshta më s'pi harrej. Okej. E tregëm, vajt edhe Dafina, se që, pas Dafina veç me të pos ty. Po. Edhe që të kongë ke bo. Po, edhe këto. Sa u kon let me punu me Getin, e përmena që me Getin një rrit, Getin njët pak që është pak mase, është detajës të pak Geti, a u kon zara let me punu me ta? Jo, vëlla, ku e maj me nësi sot krupatar të unë aty mingu beats, të më thonë ja kom shu, u kon të më thonë, krejt 3-4 beats ja kom shu, jo pse s'kom dosh mirë shu material ma shumë, po haj qash shumë I pëlqyna adin ato edhe I zgjedhim e njëherë, pa, abdin, edhe paka shumë unë të ja ditë shien, se qka qysh tek, të më thonë, që njemi mati, I pas zgjedh që ato 2-3, do më thonë ka pas edhe një tjetër me zgjedh, po e patlon se plan 2, apo këtën një farë mënyre, edhe jo, nuk e kom pas shumë shtirë, jo, as pak, jo, unë e kom njoft edhe kom dit që ka milë shu, apo këtën, bazë do në reperat që I kom njoft e kom dit që ka milë shu. E interesant të studium do kësë ke pas në banesë ke bo? Po, në banesë kom pas, që aty kom pas një sent mira ka I MP 25, Dhe më thonë, kom bas me drumpad, edhe kështu me synth. Që shunishën artistat kër të vishën banes? Po, s'po di tash, në Korea shumë apëdi podcast, dhe që shtu një barë atmosferë interesantë. Ata unë ishte interesantë, apëdi dhe shenë, në banes. Atëherë nuk kom posë në farë lokali special që më konë aty lokali. Alloj, sanet ma të mira bojnë, kër je inspirum, nuk të vynë me posë në farë studio. Unë menej që kove të fundit, producentat jenë të jebë ma shumë rëndësi shmejkit studio se sa punës, apëdi, Po, për jepin, në fakt, jo, punës, mu më ka pëlqy ma shumë, dhe më thonë, me bo bis, me bo material. Cili menon që ka lënë ma shumë vull në hip-hopin shqiptar, Geti a Unikatili?
Çfarë menimi ki për shto? Po, dytë kanë lonë. S'po du që i tash me thonë, jo, Allah, ky ka lonë më pak, ky ka lonë më shumë, dytë kanë lonë vull. Dytë, kanë të veç, do më thonë, i njohin. Sikur getin, sikur A ke pas kontakt me Unikatilin, a ke njohë, shumë? Unikatilin e kum taku kejt një herë para luftës, te Orim Brada. Orim Brada është njëri prej, do më thonë që ai ka njoftë Unikatilin mati. Mati para se një njoftë. Okej, e që shka takime? Po Orimi e ka thira të në shpej, e pa thira abdin e thërke që shtu me ngu muzike, me foli, me sena, abdin kështu, shumë kjena shku në shpejt, e të shpinje ka pas Dragodan Orimi, aty shkoj shumë më mblet shumë krejt. Atë njoftë kështu, atë ke muzikën tonë? A di qysh, atëherë nuk jum konë edhe fort i njohur, se kjo konë para lufte. Nuk kum pas në varkonge, po jum konë paka shumë si njoftën si reperse që kënaqshëm në për klubet ndryshme që ato që i kena pas, domthon, u konë Amerika, u konë Quincy, u konë Casablanca, shkojshëm çdo vende, mojshëm do gigs që i mojshëm, domethën i ritmi rrugës. Casablanca Veternik. Jo, Casablanca u konë. Ai gale po. Po, u konë te Newport. Shout out to Casablanca. Ato nuk e di. Veternik e konë YTG. Jo, Veternik nuk e di, jo, s'ka pas atë. A im konë para Veternikut dhe mas Veternikut. Si dhije. Orë stash një farë fryme, një farë për shamull, jëm bo do bashkëpunime, u bo kresha, e boni me Getin, Kongën, Baba Storca, që tash e qëtën haj 10-shin. Po më interesojnë dy sene. Qëfar menimi ki për shtori bashkime, qështë i ke po ti, edhe a kona e farë gjasën erë më rikëthy dalik të tapet? Për daliksat s'ma merë menja, po kupton kështu, unë për veti i kom do planit, do projekte, do sene kështu. Apo këthejesh? Pa, unë ati që s'kisha me thonë këthem. Po këthejo, s'kena, një varë, jo. Pse, abdin, qështë të me thonë, jam të eksperimentu, jam të hullum tu. Po jo kështu, direkt, kështu me thonë. Ja, dhe shka ki, dhe që e orë në podcast këtu. Jo, nuk është për ato, jo me, këta, unë kështu me... Tu me nuna që po këthejsh muzik, tu e qelë një shajtore, dhe. I'm back. Mujnë qojnë, dhe të që kime dhe i sa tranohet. Ama me nëna erë mu këthy për një me. Asë ndash si producent për shamën? Që tu do shtëm, jo, si producent jo. Si producent jo, se avdin, si producent është bajagi, që më thonë, pak e më nëmshme. Avdin që tash po pritoj. Po jo, nuk ka esenca aty. Esenca është që është, për shambull, me artistat. Avdin, një atë qanë tash që të bit, avdin, po më pëlqen, qërë po ma që, mos po kom kofa, avdin, s'po kom nërë, ma po si sene. Avdin, nëse për shambull, boj veç diçka, boj veç për veti. Do me thonë producent jo, qajtore jo, po këta ishe muzike. Njona po të... Ose në Casablanca Veternik. Qore, kjo Casablanca Veternik para luftës që koni, mas luftës që po nuk e di. Nuk jem rrjela. Nuk jem rrjela. Do me thonë nuk pe përjashton njëri këthëm të mundshëm në muzikë. Pa e një farë mënyre, nuk po di, apo këtë qysh, unë jem të punu me plot arabazin, i kom të instrumentalat mi kështu vetë, dhe më thonë, që i kom po, apo këpëtën qysh. Me djallin e naimi ta? Po, djallin e naimi. Qa mu kanë tek ta familja Abazin, lo. Epizodën e 3 Mihria. Ketë me Abazin vetë sezonën këme kërë. Qa jo, dhe më thonë, po, kur gjë, apë dhe që më thonë, njëm të eksperimentu, sështë kur gjë definitive, që më thonë definitive, apë dhe po këthejna, po pe bëj, jo, po këftën qysh, njëm të eksperimentu, ti këshyre se qka po bëj. Okej, nuk po të nguci ma shumë. Jo, po, edhe me mdoshë në nguci, s'kam qamë të nguci. Për Casablanca s'mujta për rap, jo. As qaj, jo. Kalzëma momentin kur ke vendos me lonë muzikën, edhe cilë o kom personi por që ja ke thonë. A u konë gruja, familjes, bashkëshordja? Po. A u konë për shkak të fesë? Po, u konë për shkak të fesë, dhe më thonë, a di qysh, qërë, njeri kur të ma vonë, o për këpëtë qysh, i këshyrë dësene ma ndryshe. Në atë kohë i kumë qyrë ma ndryshe. Okej. O për këpëtën. Në kohën për shambull kur e kumë lonën, i më konë shumë fokusum në Illuminati edhe i kumë po apëtin shumë sene këpëtën negative të muzika që dhe më thonë asë që e kumë priqë një me që ashtu qash është e ljetë o këpëtën me ato edhe për që ata që me thonën s'kumë pas qefën e me bo shumë të madhe hej e lamu javdin kumë dasht mu largu ka dal-dale këpëtën pse nuk e kumë ditë kur ma vonë qa bo që është bo tek bo o këpëtën
për që ata këm dosht me u largu, apëtën me praktiku fen, sot dhe praktikoj fen, fen se kom njetë me lëshu kur, dej sot des, apo kom të qysh. Qaja, dhe me thonë, edhe për që ta, dhe me thonë që ajo... A je pishmon? Për shka? Që e patelon? Jo, nuk jam, qëre, që ajo periud që me thonë, u konë moment i dur. U konë moment i dur, këpëtën qysh, se sinqerisht adin edhe një farë mënyre edhe u pata bloku shumë. Ati se bën tekste, bën muzikë, bën i bit këti, bën i bita e kur me najtë me familje. Cili ka reagimi i bashkëshortës kër i ka thonë pele muzikën? Kur që ajo shumë ka mënyrë spontane, ti din punti tua. Reagimi i thëkpis, apo atë dhejot? Thëkpia jo, atë thëkpia vëllë nuk i ka pëlqyt, ka dalë me mësu gotë, hajtë të kje bojnë edhe një, po adin, jo dyshysh një farë mënyre, dhe isha tjallu në kohë, se për momentet dhe isha nuk jam, qësh me dhonë qata tripa, që thonë, nuk jam interesu. Aja gocak ru shëshnin kjo, a jene halo cool me një? Ja, që para do dite, po, ja kur, ja. Qyre, edhe që të thëmë, muzikën edhe pse e kena dosht, nuk o konë muzika koncepti që mina bashku shëshnin. Do më thonë e konë shok para se me... Që to unë e kom, abden një farë të mirë, abden, elhamdulillah më i bëdhëm, abden, Allah që, abden shok i kom posë para muzike. Tash, atë dhejon e një pi qerdës, në qerdën konë me atë dhejon. Po. Albani kom posë denjë, 8 vjeqare, do më pjellë pi 8 vjeqarës të janë, do më pi klasës partë të janë, do më thonë shokët, shëshnin që i kum pas, do më thonë janë shokë para muzikës. Do na i ka njësë muzika. Do na ka njësë, do më thonë, beande, medale, sene, po këpëtë qaj. Por në kur, apëtë qysh, muzika veç u konë qefi jonë, dëshira jonë, apëtë. Se të dikush e zeza vetja, po këpëtë një farë njëre. Në kur su konë që me... Se kene bo kër për me fitu parë, ose për farë. Kur, never, se kena menu deri në apëtë në qatë pika, apëtë. Qka ka ardhë, mirë se ka ardhë. Po nuk u konë qaja, apëtë. U konë ma shumë me bo muzikë mirë, apëtë, me prodhu, mu knaq, qaja. Shumë najës një. One, për shembull, po, one muzikën e kom fillik shtu vetë. Për shembull dhe për diskoteka kur im shku, aty kom kësy me shok, ina knaqë, sena, këpëtën, sa që shumë njerëz kanë menu aty që nuk te kanë fillit fort i popin, edhe me veç ma bëjshin mua, për shembull nesër, kër shëshim, ku valloj pron ke pinaj droga, diçka se ku që shsej që... A të ndërkohë kur gjehesh? Do isha qëfar droga e vëllon një limen Coca-Cola. A s'ke pi alkohol edhe para se me kon fe, a? Ja, jas. Në limenka, më limenka o kom birë, tali. Ja, se kom birë, ja, të kalzoj drejtë. Aj, gore. Po mënoj, edhe unë jam sinqert, kalzoj kështë drejtë. Jo limenk, po kanoshe. Oke, hajde, kanoshe. Po, limenko është Kiev, shkije ik. Nashta se ki problem këtë termë që përmeni. Jo, mëre mirë, është më stalit. Jo, se abde qysh, televizionet të shja ka njësa. Si e në lanë televizion, bërë, na qatë dush bojna. Super. Sta që pina nga një Don Hulli, e kena thënë, që të më sëmë prek. Vaj të zi, atë mungën skena. Jo qash. Jo. Jo qash. Ja, më beson që ja. Avden, qëves që shumë konë para muzike, me muzikë, edhe pa muzikë, jëmë qaj njëti. Okej. Ate të më thonë, tash, në muzika nuk ka indikimi jam që për shambull tash, me bojnë amen që u këtheva s'kjenë, po. Jo, what was that? Vaj të zi, Urna. E kena një... Shpo ma bën urna që të si prof me konën A ba me fole A di që do urna nuk je i vetëmi shumisë më thojnë me që shë A ba jo njeri kalëzën që e kulturum bro Falemderit Sa ke po këtë shqiptor ta ben ha Ha he tatë Ma fort ta kur i thu diska dhe dojnë me thoni jo ta bojnë ja jo Tash ajo vlo, ja jo, toni je jo. Ja, bash toni je jo. Na kena një loj shok a shot. Po të shohë ca sum pen. Ja. Do isha me ta ble një jogurt me ta mërë me jogurt. So gojnë me jogurt. Për ndryshë dhe vishti për mene që ta sponsoroj, kena Qebarin. Qebarin e kena sponsoroj, e kena Sigalin, kompaninë e sigurime më Sigal. E kena Prime Travelin, e kena Don Julian. Mëni më na po edhe në Albanian Post në Facebook, tash e mas, në televizion nuk po dolim, s'po kena qef. Vaj të gji, loja o kështë. Zakonisht, unë ti japi 2 opcione të dush me zgjedh njënën. Po qofse nuk don me zgjedh, dush me pi, po me qenë se ti nuk pen, të dush me zgjedh.
Ajnë okej. Gjithësysh me zgjedh, a? Gjithësysh. Mo, be. Vajtë G. Ha. Orno. Eksaher me ta ndru pak. Orno. Okej, shkojna me pyetjen e parë. Kong ma ikonike, Kastofoni jam, a hej, frajerin e ki gay. Wow. Pikonde e kam së pyetja. Kjo valla bash prikonde. Po, tash qëre, këto e pak different areas, me vite pak më ndryshme, nuk janë 3 vitet vjetë nejshme. i kam dalem. Po, Kur hejo dal në 2006, po, se e di se shtash e kam pas 20 vjetorin, po, se na e ta me lumin në po, Kastofoni o konë 2003 tretër. në 4, Qatë 3-4, po. A u konë konga por virale, let's say se virale, s'ka pos viralitet atër se TikTok s'ka egzistu. Po. Pa u konë Kastofoni jam konga por mega hit për qatë vakt. Po. U konë. Po, u konë. Edhe në menaj që u konë. Po mire kiti kjo është si me thonë, Kobe Bryant të kërë hinë liga, Jordan... Po, kjo fisheri, këpëtan që... Fisheri s'ka lukër. Ja po dhe, Iversoni që këjnë një patika dhe... Edhe në Iversoni, po. Për ndryshë këto e patikat e parat Iversonit me Reebokin që i ka bu, që të vrejtë që je, edhe nja 2 vjetë të all-timer del njëri. Do me thonë, shitësh me kerre. Sa problem. A më pelojnë ashtë të dy atë pra e kam pas tripin e vetë. Po, e kam pas. Edhe hejo është. Mu gjithë shumë më bënë për shtypje kjo refreni, hej, frajerin e ki gejnë 2006, nuk u konë shumë enë qajo. Po, ata e kanë lidh me rima një farë mënyra, apëdin kështu, një farë mënyra spontanisht, po që ka hec, apo këpëtan qysh. Ashtë i qare. Lyricist ma i mirë, Vic Popa e MC Kresha. Mi lidh rimat. Mo, be. Po për shien tonë, se ta shia relative, njeri, o pëtën do me thonë. Unë e menaj që është gjënashe, se ti që është gjënashe e kelon, edhe Vigani është gjënashe e kelon. Që e kalonë. Pije do uj, para se më përzi. Stanin. Jo, pi ujtë. Këtu e pilot, a të gjysh. Uj, a shok, pytja për këtë epizod. Për ty njere. A të gjysh, sinqerisht është që to pytje i këmë qyrë balë, pikante apëdin në përkëse podcasta, edhe sinqerisht edhe, vetë ty këqyra ta unë nuk disha mo, apëdin cëllën me zgjë se, apo foli, apëdin shumë, dytë janë, apëdin shumë janë të mirë. Për shien tonë. Os moj dytë i kom për shien. Okej. Apëdin dytë, sinqerisht, po thëmë që apëdin, jo pëse, apëdin këto kom shok ma pak, këto shok ma ko, jo. Nëse folëm lyricist, s'ko këto shok. Okej. Dytë janë. Okej. Vaj të gjishë, s'për gjishë është tjetërën kom e të shqit jashtë. Mo, anë qëllë dirë. Okej, pantollat e gjonat ngushta. Gjonat që for life, baggy. U këthy, që baggy. U këthy, që është jo këthy, vëlloj, që unë për të kalzoj drejt pi 2012-13, o që akum heku në me gjithë pantollat gjona, më duke me shkune për second hand shops, edhe që aty mi gjithë mi bli. E kur ishë djemët me përdjelt, qëfar menimi ke posë me pantollat ngushta? Ajo, shumë disgusting, apëtë sinqerisht. As të pëlqenë, a? Ja, pantollat ngushta, hitë së më pëlqenë. Apëtë skinny jeans, apëtë qëfar komforti, qësh mund është më nejtë, apëtë qësh njeri komfort në që ato pantolla. Sinqerisht, vallon jo, apëtë kejtë ngusht dhe qësh, bilin atë ko, apëtë kur bili pa ta po, shmëndon në një 2 djemë, e moj men qëto për shumë vjetë. Hajde, mujna me thonë nështë 10 vjetë, ka garant, ose ma shumë nështë, pa ta po një 2 djemë që aty të bregu i rrishën atë në shkollë. Hej, tash do patikat fela gjërdon ka, qatë qilpit, edhe flok të gota, do si femra do me qonë ta aty, kur me shatë, e këshën pas dhe mjek rëkë, njëri, tash, u prish dyja. Okej, no skinny jeans. Jo, no, never. DJ Blonde si repera si DJ. Si DJ. Shpejt e ka thonë që Po, se e thomë, si DJ. Avdin, nuk është që nuk i shkon në repi, po DJ u konë timeless, avdin, s'ka pasë të si DJ. White OG si reper, a si beatmaker. Qëto më nështë më përgjithë se për vetje të volë still note, vetë. Po, s'po di që thonë më zgjithë, që atë, këpëtën qysh. Ku më nën që e konë maj furt, bro? Po, qërëm, edhe kjo e ka një farë periuda ndryshme, se si reper ju më konë të thonë
qysh njëna pejt, hajde pejt 98, 99, Okej. tenal deri 2006 kur pa ta fillu vetë, do më thonë me bo beats. Po kupton. Edhe po nashta menoj më shumë se reper. Se më shumë njëna si reper se si beatmaker. Po se beatmaker. Se beatmakeri abde gjithmonë është backup, abde kur zvesin e kush e çaj që i ka bo qit instrumental. Kupton? Vesh e këshyn reperi, valla e ka rresh qit beat. Ja, komra naj artist që s'tika e parë dhe ka marrë beatin. Ja, kur s'kom pasur si problem. Ajo? Ja, kur s'kom pasur si problem. Okej. Ja. YTG, u kry loja shakashat. Tash e kena tjetërën. Okej. Tash kjo është unë ti bëj 5 pyetje randome, ti dush më tregu çfarë menimi ki për çat pyetje. Po s'kan të bëjnë me ty in general kështu, me në lidhje me gjëra të ndryshme. Okej, po shkojna. A mendon që është okej me kon e mlume me him Big Brother, për shembull, në reality show? Jo, nuk është okej. Nuk është okej. Avde në mbulume me hija Big Brother, avde qysh ku. Po. Avde tash nëse folim suazat islamit, unë shumë jam një pikë nëse janë me fol për islam, kupton? Kështu që do të më bojnë halal krejt, avden, po në çet pikë diçka çka di. Avden, kur nuk shkruan diçka till sin Kur'an, sin hadithet e pejgamberit alayhis salam, që avden e mbulume me hy me burra të tjerë. No man, never. Kupton çysh? Çaja. Ai çore në hax për me shku, domethën, dush me pas mahrem. Domethën vënë he ku po shkon, ti dush me pas mahrem. Çaj bie mahrem, dikon domethën dajën, axhin, babën, avden vllahun, apo kupton? Tash e këtu come on man, o mërë shok, ora. Kur dul kë lajme që kjo Iqballi apo hen, çfarë menimi bote? Qëra, ajo ka kësi, që më thonë, i takon një farë mënyrë një tarikati këtë tjetër. Okej. Për që ta, aj tarikati që i takon ajo, ata lejojnë gjithçka. It's okay. Po. Okej. A i fejina her njëre? Kum Big Brother-a? Ja. No, man. O këpëtën qysh. Po. A të qysh, ki të poj me loj njerëz aty. Edhe që ta tash mas që veç e qeli, abde nëse po e përcjeli që tu në telefon, se abde tu scroll edhe dalin. A ki TikTok? Jo, TikTokin e kum pas e kum hek. Jo, se s'kum, po, ati qysh, non-stop të mbo dhe fakt, se notification në më shkajke nerva, edhe e kum pas hek. Po du më këthy që aty, ku kem, që tash më dul pimenje. Për Big Brother? Ajo po thot VIP Big Brother. VIP Big Brother o konë veç ajo ku e konë ti, që ato e konë për cilë, është drejt, sinqerisht. Pse? E ka pas bekën, e ka pas shotën, e ka pas stresin, e ka pas vedatin. Edhe, qërë, të dhënot, kush dënë qka do, tash ka kalu ajo, unë po të kalzoj për menimin tem, unë ku minu që vedati i ka me fitu. Ate vedati ka pas lojnë matë fort aty, a ka pas debate, a ka pas show, a ka pas shka dush, po nuk e fitoj, ale, e pas ka përcel, a? Po që ato kom përcel, po të parë kom përcel, apo këpëtën që se në ka përqy aj humori i vedatit dhe i artanit. O këpëtën? Ja, ke po ato mbani emisioni që kena bo në artanit. Po, MC Fuka. Ja, o zemë. Kerejt e kom po, dhe më thonë, për që ta përdojnë? Qa ju konë, dhe më thonë, verzioni parë, dhe më thonë që e kom po, kështu tjerat jo. Po, as ato kom përcel, kështu që shme thonën 24 orë. A ke votu në herë? A, jo, kur, ja, never, jo, as kom votu, as kur gjo, kur gjo, veç e kom kështu kështu, një varë mënyre, kështu, projmin ato, Këta, dhe më thonë, s'kjo të 400 s'kjo të kësirë shumë, No, qëfar t'i hesh asë një, dhe më thonë, edhe as dyshin, as treshin, as këto, Okej, shkojna me pyetjen tjetër. Po. A menon që ribashkimi i grupeve është një farë mënyrë mungesë konfidencës? Ribashkimi i grupeve është veç, dhe më thonë, me pru diçka ma ndryshe. Okej. Atin, një diçka pak ma fresh, diçka ma, dhe më thonë, që nuk u konë ma heret, edhe një farë mungese në industritë muzikës. Qaj është, me prunë diçka ma fresh, ma ndryshe. A më në që është mirë për repin, që se ka njerëz që i mojnë për jazz edhe i kritikojnë në media. Se kove të fundit, po ka njerëz kritik. Në çfarë aspekti, për shembull, të muzikës, teksteve, i mojnë për jazz në farë mënyre. A më në që është ma mirë, mi mojtë për gjerës artistat për krimet që i bojnë, it's okay. Jo, qyre, tash, aty në, që më thonë, në gjitha aspekt, për gjithë të njeri për veprat e vepta, po. Tash edhe për reperi, o për gjithë për ato që a fola, kuptan.
Për që të bëtë më thonë, apëtin, tash po këthejna ka ana muzikës, apëtin, ka ana repit, hip-hopit. Apëtin, shumë po një repera, une me qik, une me klik, une me kok, une me qif, une, kupton, shumë ego, apëtin, too much ego, edhe too much gangster rap, kupton qysh, apëtin. Une vesh më vjen kjo që nesër, mundet me orë dejti me akeqja, kupton. Që une menoj që trit e kanë kesh kuptu konceptin e hip-hopit. Qëto problemi? Gangster rap nuk ja kalon as Ice-T-a, as Eazy-E. Apo kupton, as Ice Cube. Se kanë lon gangster rap. Ata kanë thonë reality rap. Kush e ka bo këto gangster rap? Media. Media ka thonë të raj. Për shembull, Eazy-E kanë thonë Godfather of gangster rap. Kur që ka thonë vetë, Godfather of gangster rap. Po vëdin. Reality rap kështë unë e foli qa bëj. Po, unë e foli qa bëj edhe qa jetoj, qka sho para meje, qa ndull para meje. E qëfë se foli qka nuk bën, qa je pra? Qëfë se foli qka nuk je? Po. Po, ajo po del që je fake era, po. Fake rap? Po ti, apo kuptan qysh, apo ti tash, unë e vroj, ku ke vroj, sa dhe like, pse, wa. Pa, menon që pak nështë edhe repi është një farë mënyrë e hiperbol, pak edhe du të me rritë sanat. Dhe një farmase. Unë nuk e shoh ashtu. Atë nështë dikush e shet që ashtu mi rritë sa vëdi senet, po nuk e shoh që ashtu. Të gjithmonë e ke thonë që ato që e banë. Po, që ato që e bëj, që ato që e toj, që ato që a shoh për asyve të mi që ndodhë, apo këpëtën qysh. Apo këpëtën, ama, avde qysh, unë e me klik, unë e me besh, unë e dëviroj, unë e të kolli me, avde në vinë blok të myti, unë e... Come on, merve, avde qysh, ku për do me dal me qishto, avde. Ja, po s'ka ndryshe si jetot, jo, llojt jetot, ndryshe, shumë, ma ndryshe jetot. O këpëtën që? Okej. Avdin, qaja. Po, ta kam marrë që qështu, peshojnë qështu. Okej. A o ma shumë haram me ngu muzik, a me bu muzik? Po, në këtë aspekt, dhe më thonë, janë dyjat. Avdin, dyjat janë, këpëtën, si kur me ngu, si kur me bo, avdin, janë dyjat, hinë në ato. Qëra, në muzik, instrumentet janë haram. Muzika si muzik, nëse ka tekstet më rëfilta. Kështu do më thonë, që shpitojnë ilahia, se ilahia, jo po une i thonë poema. Poema, nëse poema, poema do më thonë dobishme. Do më thonë me bo a capella, nuk ka haram? Jo, nuk ka haram. Ka plot të zak që bojnë, abdin, kur gjë s'ka të kesh, abdin. Ka që edhe për shembull me beatbox, abdin, kështu nuk i përdorin, do më thonë, instrumentet, po bojnë me beatbox. Do ka ideatorëve që kanë thonë jo se nuk bën se është haram i për në gjason, po nuk, do më thonë, është me frimarje. Nuk ka najfar, do më thonë që gjithë qysh është. Do më thonë tripe nga të instrumentet. Vesh instrumentet. Pak e po instrumentet dhe gjortë, në shojnë kom të qyrë. Ata e pijami do më të edhe lemonieren, vali. Bash. Falenderit shumë që ke. Falenderit dhe pite. Slash sam pa të vetë. Jo, më ke vetë krejt super. Vish më brekt kom lom, vali. Me që ka pek, man. Për ndryshe vajtë të jam një shumë më të gjithë që ka pek më ka thirë. Jesë të du të me prej njëri, se më thirën ketë pas me. Shiku së dashur, kjo ke ketë me neve ke sot YTG, ish antari grupit Dalex, një reper dhe një ish producent që shumë shpejt ko mu këthi në muzikë. Të jeshtisht të. Njëre falenderit dhe njerë. Falenderit vite, Shijemi javën tjetër.